Përshëndetje të nderuar, kudo që jeni, qofshim mirë e shëndosh. Esselamu alaikum, paqe e Zotit qoftë mbi ju. Dëshiroj të flas çka do të thot fqinjësi apo komshillëk në Islam ose sipas Islamit. Sipas Islamit, fqinjësi do të thot ata të cilët i ke pranë, me të cilët je komshi apo kufizohesh, apo e nda një ambient të përbashkët. Dhe si fqinj mund të konsiderohen apo si komshi edhe ata që janë musliman, edhe ata që janë jo musliman, edhe që janë të afërt, por edhe që janë të largët, që mund t'i kesh miq, por që edhe mund edhe të mos i njohësh as pak. Mirë, po kjo nuk e zbeh aspektin apo nocionin apo kuptimin e të qenurit komshi. Por pyetja mund të shtrohet dhe të shkojë në drejtimin se çka e karakterizon fqinjësi, ose kush janë cilësitë, kush janë karakteristikat e fqinjësisë. Kemi dy aspekte në këtë drejtim. Kemi fqinjësi të mirë dhe kemi fqinjësi të keqe. Pra ti mund të kesh komshi të mirë, por mund të ngjaj që të kesh edhe komshi të këqinj. Dhe komshia i keq është ai komshi i cili të bën dëm, të bën zullum, flet me ofendime, flet me nënçmime, nuk të vlerëson, nuk të respekton, nuk të nderon, nuk të përshëndet. Dhe e keqja mund të jetë dhe të shkoj edhe më të qe dhe çka fqinju ta pastroj shtëpinë e tij, oborin e tij, dhe strehen e tij dhe ti marr dhe ti hudh bërllokun dhe pislëkun në oborin tënd, pra të bëj dëm, të bëj zullum. Dhe në qoftë se komshiu të nderuar e ka edhe fen islame dhe konsiderohet ose vetveten e quan musliman, kjo është edhe më e rëndë, sepse jashtë prezantohet musliman dhe ata që e shohin e përshkruajnë si të tillë, pasi që në dukje shkon në xhami, falet, lutet, agjeron, ndoshta jep edhe zeqat, sepse është diçka e fshehtë. Por në gjenes, pra në sjellje, në karakter, është komshi i rënd, komshi i keq. E komshia i mirë, kush është, ose komshillëk, ose fqinjësia e mirë, me çka karakterizohet ajo? Fqinjësia e mirë, të nderuar, spikatet ose karakterizohet, e cilësohet, e zbukurohet, e stoliset nëpërmjet çka? Pikës pari, nëpërmjet solidaritetit të ndërsjellë, nëpërmjet ndihmës reciproke, nëpërmjet të qenurit i gatshëm e gatshme për t'i dalë në ndihmë komshiut, pa marrë parasysh qoftë musliman, qoftë jo musliman, qoftë edhe ateist, sepse besimi është i atij, i asaj. Besimi nuk është kolektiv. Në don, beson, nëse nuk don, mund të mos besoj, Zoti ja ka dhënë këtë leje. Kështu Allahu thot në Kur'an, kush don të besoj, le të besoj, kush nuk don, le të mos besoj. Por fqinjësia e mirë, ajo stoliset dhe zbukurohet nëpërmjet këtyre karakteristikave, pra nëpërmjet solidaritetit, nëpërmjet të qenurit i gatshëm, e gatshme për t'i dalë në ndihmë komshiut.
Por, nuk është qënësi e mirë komshiut t'ja bësh jetën të sikletshme nëpërmjet sjelljeve të tua, të cilat nuk janë as pak islame. E mos të them se edhe as pak njerëzore, sepse Zoti njerëzit i ka urdhëruar të besojnë tek atëherë kur ata e kuptojnë fenë e tij. Tek atëherë kur ata e kanë kuptuar mesazhin e tij. Tek atëherë Allahu i madhnueshëm ja u bën obligim njerëzve që t'i kryejnë edhe urdhërat e tjera hyjnore, të cilët Allahu i ka parapa për besimtarët dhe i ka përcaktuar për ata. Por në jetën e përditshme ne mund të kemi komshi edhe një njeri ose njerëz ose familje të cilët nuk janë si ne, as në komb, as në fe, e as në kulturë e tradit. Por kjo nuk e zbe dhe nuk e zhbën karakterin ton që ne të tregohemi se jemi njerëz të kulturuar, se nëse kemi mundësi duhet që ndalim në ndihmë dhe nëse kemi mundësi duhet të jemi të gatshëm që me ata t'i ndajmë edhe të këqijat edhe të mirat së bashku. E lëre ma nëse kemi komshi i cili sakrifikon, i cili flijon, i cili vrapon dhe është i gatshëm dhe të ndihmon, ose të ka ndihmuar gjatë jetës. Ka raste për shembull, këtu në diasporë, ku shqiptarët musliman kanë në fqinësi edhe njerëz, edhe familjar, edhe familje të cilët nuk janë musliman, e që janë edhe kombe të tjera që nuk janë shqiptar. Mund të jenë zvicran, italian, portuges, spanjole, ku ta di unë, por ka raste kur ata ndihmojnë. Dhe në qoftë se ti të rritën fëmijë dhe një ditë ajo plaka e cila të ka ndihmuar kur kanë qenë fëmijët e vogël, e vegjël, ti ka shikuar ti kur ke shku në punë, sepse nuk ke mund të lësh punën. E ajo e ka pa se je në vështirësi dhe çka? Ka vrapuar dhe të ka dalë në ndihmë. Ti ka shikuar fëmijët gjatë asaj kohe kur ti ke qenë, kur nuk ke qenë në shtëpi, ke munguar tek fëmijët. Dhe ka shumë raste të ndëruar ku këtë ndihmë e kanë bërë njerëz të cilët nuk i ke as fare fis e as familjar dhe që e kanë bërë falas. Wallahi, falas, ha? Por kur janë rritë fëmijët, këta nanat shqiptare dhe baballarët shqiptar, sikur u ka ardhur rënd të shkojnë asaj plakës e cila kur ka qenë e fortë dhe më e re që u ka ndihmuar që fëmijët e tyre të rriten, të jenë rahat, të jenë sigurt, nuk shkojnë as derën gjashëllin dhe sikur ajo i mërzit kur fillon të harroj diçka. Ndaj, të nderuar, mos e bani këtë, se para Allahut mbani përgjegjësi, por edhe për ta treguar vetveten se me të vërtet jeni musliman dhe human. Atëherë, bëjeni veprimin që është i duhur dhe bëjeni me dije nëpërmjet veprimeve dhe punëve të juaja, sjelljeve të juaja, që ajo të vi deri te pozita ose ai të vi deri te pozita, deri tek shkalla e të qenurit, si ta them, në kuptimin që të interesohet dhe të shkoj aq larg sa që të ta bëj pyetjen dhe të thot po me fe qeni ju, ç'fe e keni, dhe ti të kthesh dhe ti thuash jemi musliman, edhe të kthehet dhe të thot wow, kështu qen ka Islami, dhe ti të bëhesh shkaktar që ta përqafoj edhe Islamin, që nesër edhe ajo ose ai të jenë pjesëtar të fesë të cilën Zoti e ka bërë besim që nga Ademi deri te njeriu i fundit, e që është ajo e të qenurit i nënshtruar apo e nënshtruar në kuptimin e plot të fjalës, plotësisht ndaj vullnetit të Zotit
e që në Kuran quhet Islam. Me kaq po e përfundoj, që të mos jem shumë i mërzitur, shumë monoton, po e përfundoj këtu e dëshiroj të takohemi në video të radhës. Deri atëherë, miru pafshim, abonohuni në kanalin tim në qoftë se videot e mia ju pëlqejnë. Kanali im në YouTube quhet Hidayet Fetahi, Islami është ndryshë. Miru pafshim, Zoti ju ndihmoft. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.